për të cilë informacionin të. Përshëndetje Anisida, sapo kemi mbritur në KZAZ numër 40 në kryeqytet, pikërisht në shkollën Sami Frashëri, ku aktualisht brenda po numërohet kutija e fundit që është e vendosur në këtë KZAZ, por ne nuk i kemi rezultatet për 72 nga 73 kutit, kemi për më pak prej tyre sepse akoma po procesohen të dhënat. Sipas të dhënave të kutive që janë numëruar dhe janë tashmë rezultate zyrtare, kemi PD me ASHM 8.502 vota, PS 11.456, NISMA 876, Mundësia 1.506 dhe PSD-ja me 560. Ndërkohë që aktualisht po numërohet dhe kutia e fundit, brenda situata në këto momente është e qetë dhe nuk ka tensione, pavarësisht tensioneve që ka patur për gjatë ditës, edhe për shkak se Partia Mundësia ka patur pretendime që më pas u pranuan edhe nga KQZ-ja për pavlefshmërinë e disa prej votave që po numëroheshin pikërisht në këtë KZAZ. Unë jam me zotin Kapri, i cili është deputeti i dytë i Partisë Mundësia që ka gjasa të shkojë në parlament, paktën dhe sipas projeksioneve të deri më tanishme. Do t'i kaloj tashmë linjën zotit Kapri dhe është i hapur edhe për pyetjet nga studio. Nisida do t'i kaloj dhe kufjet. Ja, tek sistemojme me kufjet, zoti Kapri. Mirëmbrëma, përshëndetje. Unë jam me grafikët këtu në studio, nga ana tjetër ju jeni me procesin e numërimit që shikoni, siç updatohen edhe këtu tek grafikët e mi. Thonë që është mandati i dytë grafikët, por janë dhe rreth 50 qendra tjera votimi për të numëruar. Fillimisht, si jeni me pritshmëri? Do ruhet rezultati? Me pritshmëritë tuaja flas. Po, pritshmëritë tona janë shumë të mira, por do të kemi parasysh që janë dhe kutit e fundit dhe ka dhe momente tensioni. Unë nuk bëhet thirrje të gjithë vëzhguesve tanë të jenë gati për çdo moment, sepse siç e vutre patëm edhe disa incidente sot të ditën që na dhanë të drejtë, siç ishte shpallja e pavlefshme të disa votave tona. Nuk ka mbaruar asgjë, nuk është moment as gëzimi as një moment tjetër. Nuk ka kemi marrë mandatin askujt, se këtë ta ketë parasysh të gjithë, janë votat tona. Dhe besoj që edhe me votën e diasporës për të përfunduar në fund, sepse mos harrojmë që janë edhe ndoshta 25.000 votat e diasporës që pritet të numërohen në Tiranë, presim që më pas ta përfundojmë këtë gjë. Por që nuk është një moment gëzimi, duhet ta theksojmë këtë gjë, është një mandat i opozitës, duhet ta theksojmë këtë gjë tjetër, është shumë e rëndësishme kjo. Dhe për ne në këto momente është qëndrimi me orë të zgjatur të gjithë vëzhguesve tanë pranë qendrave të numërimit, se tani kanë ngelur dhe shumë pak, dhe për ta konkluduar pasaj dhe me diasporën. E qartë, këto janë momente, nuk e di nëse do të mund ta përdorja me ju fjalën tension, sepse ma kundërshtoi kolegu juaj, por nga Partia Socialiste në fakt që thonte nuk bëhet fjalë për tension, por për emocion, gjithsesi lëvizet me një numër shumë të vogël votash. Tani, pra Partia Demokratike apo Partia Mundësia për të marrë mandatin. Kështu që Erald janë dhe 50 të tjera, incidentet që shoqëruan dhe që ju ishi drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala pak më parë, nuk e di çfarë shije ju la ai incident. Po. Po sigurisht një shije jo të mirë, sepse na vlla të drejt më pas. Unë nisë njërë me 7 votat tona për të shpallur të pavlefshme, pastaj lanë 3 dhe në fund fare morëm mendim që ato ishin votat të vlefshme. Dhe po hapim syt kudo që po numërohen kutit e fundit për të mos bërë të njëjtën gjë. Ka diçka që duhet ta theksoj Nisida. Bëhet fjalë për mandatin e 37 në Tiranë. Dhe është një mandat që mund të merret nga PS-ja, mund të merret nga PD-ja, mund të merret nga ne. Dhe urojmë që ky mandat të qëndrojë në opozitë. Pra ne edhe i takon Partisë Mundësia për shkak të performancës së saj, fushatës së saj, por edhe rezultatet numerik në vota. Sot momentalisht që po flasim, është mandat që i takon Partisë Mundësia, por mos harrojmë që ka ende disa kuti të fundit që duhet të numërohet dhe të presin dhe votën e diasporës më pas. Po, Fatmira për ty linja? Pra nuk është një moment gëzimi ose... E kuptoj. Pra ky është një moment që ne duhet të vazhdojmë të këmbgulin fort për çdo votë të fundit dhe për më tepër që ky mandat të jetë në Partinë Mundësia, të jetë në opozitë, mos i shkojë Partisë Socialiste. E qartë. Po, Fatmira, linja për ty.
Faleminderit Nisida, besoj që për momentin ka që janë të dhënat që mundemi të përcjellim nga kjo KZAZO, do doja që të shkputeshim që të mund të ndiqim tashmë numërimin e kutisë së fundit në këtë KZAZO për të përmbyllur po themi edhe të dhënat nga kjo KZAZO që përfshin njësinë numër 9 në kryeqytet. Dhe do besoj do të kemi më pas lidhje të tjera. Po, faleminderit Fatmira për informacionin që